Kështu, do me thonë, dje mbram, faktikisht rreth orës 18, mbramje, në lagjen Çajër, do me thonë, në një vendbanim ku mbi 90% jemi shqiptar, një grup të rritur, do me thonë, të maskuar, Maqedonas, simbas deklaratës të djalit, e kanë sulmu djalin tim 13 vjeçar. Edhe në fillim i kanë kërku të holla, pasi nuk ka pas të holla me vete, kanë shkelmu edhe kanë boksu. Mandej pas asaj e kanë nxjerr një kryq edhe kanë detyruar që ta puthe. Djali im ka refuzuar edhe ato pasaj kanë filluar ta shkaravitin për fytyrë. Kjo është hera e dytë, do me thonë për fat të keq hera e dytë. Herën e parë ka ndodhur rrafsh 2 muaj, do me thonë, para 2 muajve ka ndodhur. Një grup i maskuar të rritur Maqedonas, të cilët e kanë ndaluar djalin, do me thonë, e kanë identifikuar që janë shqiptar, se e kanë dëgjuar duke biseduar me një shokun e vet shqip, edhe kanë filluar ta sulmojnë pa asgjë, do me thonë, pa kur një farë preteksti. Do me thonë, grupi ka qenë 4-5 vetë, të rritur, do me thonë, bas për shkrimit e djalit, të cilët kanë qenë të maskuar, edhe i kanë hyrë njëj, do me thonë, fizikisht e kanë sulmuar, po policinë e kemi njoftu, djali ka qenë atëre 2 ditë, do me thonë 48 orë ka qenë në mbikëqyrje të mjekëve, rasën e kemi paraqit në polici, do me thonë prej atëherë deri tash 2 muaj plota, askush nuk u paraqit, askush nuk ka marrë mosë diçka më konkrete, do me thonë ky rast mbeti në heshtje. Tash për fat të keq u përsërit edhe hera e dytë, shpresojmë që mos mbese sikur hera e parë në heshtje, po shpresojmë që do të zbardhet rasti. Tash në këtë faqeësi thonë për fat të mirë djali im ka shpëtuar më lehtë, po nesër ndoshta dikush mund të pësojë më keq. Do me thënë këto rastet, këto incidentet nuk janë të parat që bëhen nga ana e Maqedonëve ndaj shqiptarëve. Do me thënë që 2 vitet e fundit këto rastet vazhdimisht janë përsërit, edhe prapë asgjë nuk u zgjedh këtë aspekt.